për detajet të kësaj ngjarje të rëndë. Do të lidhem me gazetarin Edmond Guri. Guri, të përshëndes, faleminderit që gjete kohën. Cilat janë detajet rreth kësaj ngjarje, deri ku ka shkuar hetimi, cilat janë pistat për fshirja e shqiptarit në këtë ngjarje? Është një ngjarje që ka shokuar opinionin publik në Greqi, është një ngjarje që nuk ka shumë të dhëna për faktin se nuk ka patur historik ose më saktë të shkuar kriminale si të viktimës me origjinë shqiptare apo dhe të pronarit grek, të cilët u ekzekutuan me gjaftësi, me paramendim sipas të gjitha rrethanave nga një autor i cili dyshohet të jetë minoren, pra në moshën 18 vjeç. Këto të pakën pretendimet e para dhe informacionet që kanë dalë zyrtarisht nga policia dhe nga grupi hetimor. Ajo që dihet dhe është konfirmuar është fakti që pak kohë më parë, autori dyshuar i ngjarjes ka patur një debat lektik me pronarin, cilën janë marrë dëshmitar okular në atë periudhë. Pronari shkoi në polici, por nuk dha emra dhe nuk dha më shumë detaje, dhe policia nuk zhvilloi një hetim të mirëfillt në atë moment, pasi nuk e konsideroi të rrezikshme incidentin. Më shumë e gjykoj si një ngjarje të zakonshme ku shpeshherë klientët shkojnë dhe debatojnë se nuk janë të kënaqur me shërbimet. Por fatkeqësisht gjithçka ndryshoi. Para pak ditësh i njëjti person u rikthye përsëri dhe me një mjet, pra me një armë gjahu, ekzekutoi pronari fillimisht, pasi pati me të një debat lektik, më pas, ndërkohë që shteti shqiptar i cili tentoi për të ndihmuar, duke parë që autori ishte i armatosur dhe qelloi me armë, në momentin kur largua u qellua 3 herë pas shpinës dhe humbi jetën. Policia ndodhet afër identifikimit të autorit, pasi janë ngritur 2 grupe hetimi, një nga Mesinia dhe një nga grupi kriminalistikës së Athinës që ka shkuar në vend dhe po hetojnë të gjitha pistat, edhe dyshimet që mund të ketë një person i tretë i cili ka stisur apo më saktë ka ndërtuar të gjithë skenën dhe ka qenë ai, mund të themi, porosisi i këtij ekzekutimi. Por, siç e thënë më herët, policia është e rezervuar sepse nuk ka shumë informacion dhe nuk ka të shkuar kriminale të asnjë prej viktimave, dhe kjo e bën më të vështirë identifikimin e autorit apo shkaqet e këtij ekzekutimi ka gjaksot. Qartë, Guri, lutem edhe diçka shkurtimisht për sa i përket betejës, një baba i cili ka humbur të birin tek aksidenti tragjik i Tempit. Pano Ruçi duket se ja ka dalë apo jo. Do të kemi edhe një herë ekzaminimet ADN-s, por edhe testet toksikologjike, të cilat do të vërtetojnë nëse ka pasur lëndë shpërthyese elmuese në atë tren apo jo. Lutem më thuaj, në ç'pikë jemi? Beteja, dëshmëria e një prindi për të mësuar arsyet, shkaqet dhe e vdekjes së djalit të tij, doli më në fund, triumfoi duke sensibilizuar të gjithë opinionin publik, madje si rrallë herë vetë kryepiskopi i Greqisë ka shkuar atë ditë ndjeshme, ka vizituar për t'i ofruar mbështetjen e tij jashtë çdo lloj petku zyrtar apo çdo lloj zyrtarizimi që ai mund të ketë për shkak të postit të rëndësishëm që duke qenë kryepiskopi i Greqisë. Kjo ka shtuar edhe më shumë vëmendje dhe mbështetje ndaj prindit i cili kërkon drejtësi dhe ndaj prindit të tjerë të cilët prej kaq kohësh sallallatët e presin një gjyq drejtësi për fëmijët e humbur. Është marrë një okay parimor aktualisht, por që është marrë ka hapur një debat tjetër i cili nëse do të procedohet sipas rregullave në fuqi, bie që të kemi një rikthim të gjyqit të gjithë procesit hetimor, duke filluar nga grupi hetimor, nga raportet mjekoligjore, nga raportet e gjitha institucionet që janë të implikuara, aq më tepër të mjekoligjor, pra mjekët që u morën me ekzaminimin e truhet, cilave kanë bërë disa anashkalime duke marrë në konsideratë shumë elementë cilat sot bëjnë thelbin e çështjes dhe kanë dhënë gjithë këtë debat. Pra, çështja ka rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes, ligjërisht por dhe moralisht për gjithë shoqërinë greke. Guri, faleminderit shumë, të uroj punë të barë, kënaqësi gjithmonë, përshëndes.